Briena Amigos Aquamarin, një biznes familjar por me një eksperiencë të gjatë dhe shumë vjeçare. Ngritur me seriozitet dhe përkushtim nga Arjan Lëngu, aktiviteti është zgjeruar tashmë dhe ka angazhuar edhe familjarët e tjerë në këtë industri të rëndësishme turistike. Një aktivitet që i shërben turizmit me shërbime të ndryshme dhe të shumëllojshme, si udhëtime me gomone dhe anije, eksplorimi plazheve të Karabrunit dhe misteret e Sazanit. Për turistët edhe motora elektrik. Për këtë biznes familjar, sezoni turistik i këtij viti ka nisur me ritme të mira, qysh në muajin prill. Ky fakt konfirmohet për televizionin 6+1 Vlora edhe nga Yunis Jambelli, menaxheri Amigos. Përshëndetje, sezoni turistik ka nisur me ritme goxha të mira, kemi pasur pushues që kanë nisur të ardhuri që në muajin prill dhe kemi pasur fluks goxha të shtuar tashi për pjesën e parë të qershorit dhe presim më shumë turista tashi për pjesën e dytë të qershorit. Kemi ofruar aktivitete nga më të ndryshmet, udhëtimet në gjiret e Sazanit, në ishullin e Karabrunit, duke qenë sa më argëtues dhe sa më mikpritës për të gjithë turistat që na vizitojnë në vendin tonë. Një biznes familjar me mbi 30 vite në fushën e turizmit ofron tashmë mundësinë e disa destinacioneve të rëndësishme për t'i eksploruar, por edhe udhëtime me gomone. Motorët elektrik për personat mbi 18 vjeç janë një tjetër shërbim që ofrohen këtu. Jambelli thekson se klientët mbeten shumë të kënaqur. Neve jemi këtu një biznes familjar që kemi mbi 30 vite që operojmë në fushën e turizmit. Ne ofrojmë argëtimet ndryshme për turistat për vizitën e pjesës së Karabrunit si të brendshme dhe atë të jashtme, pjesën e vizitës ishullit të Sazanit si në gjirin e Shën Nikollës, gjithashtu dhe në krahët e tjera mbas Sazanit. Këto udhëtime i ofrojmë si me gomone, si me anije, siç e shikoni kemi edhe Amigo Speedboat, e cila operon për pjesën e udhëtimeve me gomone. Kemi gjithashtu edhe motorat elektrik, të cilët i japim për turistat që janë plus 18. Dhe deri tashti kemi njerëz shumë të kënaqur. Me gjithë vështirësitë për të mbajtur një biznes, Briena Amigos Aquamarin ja kanë dalë me sukses. Është pak e vështirë, por duke qenë se jemi një familje e madhe, ja lehtësojmë punën njëri tjetrit. Cilat janë pritshmëritë për këtë sezon? Pritshmëritë janë shumë të larta, pasi siç kemi dëgjuar edhe që do të kemi një fluks shumë të madh turistash dhe presim që Vlora, duke ofruar në kaq vite një shërbim shumë të mirë turistave, do të ketë flukse akoma dhe më të mëdha. Turistët me të cilët ky biznes familjar bashkëpunon janë nga e gjithë bota, nga Franca, Hollanda, Polonia, Hungaria, Republika Çeke dhe Arabia Saudite. Turistët që janë, domethënë që po shohim që janë më shumë të janë nga Franca, kemi pasaj turista nga Hollanda, nga Polonia, nga Hungaria, nga Republika Çeke dhe nga Arabia Saudite kemi pasur shumë turista e të tjerë. Por përse turistët duhet i besojnë këtij biznesi në zemër të lungëmarrës? Turistët duhet na besojnë neve pasi neve kemi eksperiencën 30 vite në treg pa shkaktuar asnjë dëmtim dhe duke ofruar sigurinë maksimale të turistave, duke ofruar si për udhëtimet në gomone, ashtu edhe në udhëtimet me anije salvagjende për të gjithë, gjithashtu pije dhe kënaqësinë maksimale për çdo lloj turisti. 30 vite eksperiencë, por edhe siguri e lartë në shërbim. Kjo është ajo çfarë të ofron Briena Amigos dhe Aquamarin, që mbeten tashmë destinacione të rëndësishme për të përfituar nga shërbimet e shumëllojshme të tyre.